Hoxh, si të mos bëhem thot për tac. Përtoj thot shumë, për shumë gjëra, por është dhe lodhja mendore ndonjëherë. Për tacia, çdo njeri në veten e tij dëshiron rahati. Pra njeriu është i prirur për rahati. Në disa raste bashkohet edhe cytja e shejtanit, i cili nuk do që njeriu të përparojë, nuk do që njeriu të jetojë i lumtur dhe e shtyn drejt përtacisë. Gjithsesi, unë të këshilloj, nëse është çështje për shembull për adhurimet, namazi, vepra të mira, atëherë mendo për shpërblimin e madh që ka bindja ndaj Allahut lartësuar. Mendo për xhenetin e Zotit gjithësisë, kënaqësia e Allahut lartësuar. Nëse nuk bëhesh i shkathët për ta kryer adhurimin, atëherë kujto edhe dënimin. Kujto edhe dënimin që i pret njerëzit të cilët e kundërshtojnë të madhin Zot, nuk i zbatojnë urdhrat e Zotit gjithësisë. Se njeriu ose merr vesh me të mirë ose me të keq. Dhe ne patjetër dëshirojmë të mirën. Krahas kësaj, mundohu që një punë të cilën e bën, të mendosh anët pozitive të saj. Do shkosh në punë, inshallah do të fitosh, do ushqehesh, do plotësosh nevojat e tua. Shkon në shkollë për të mësuar, nëse ndjen përtaci, mendo që inshallah do ta kryesh me sukses. Pastaj inshallah do të lehtësohen gjërat, do të jetë më bukur. Për çdo gjë mendo anët pozitive dhe gjithmonë demoralizmin, pesimizmin këto luftoj. Nuk duhet të kenë pjesë në jetën tënde. Të këshilloj patjetër me qenë korrekt me namazet. Namazet me i fal në kohë. Imagjinoje ti me fillu ditën me përmendjen e Zotit gjithësisë, me namazin e sabahut. Po është mirësi e madhe. Tër ditën ndjen gjallëri. Namazet me i fal në kohë. Po ashtu me bë dhikrin e mëngjesit, dhikrin e mbrëmjes. Dhe mos harro atë porosin që i dha profeti alayhis salam Aliut, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, dhe Fatimes, vajzës së tij, Zoti qoftë i kënaqur prej saj, që para se të flinin gjumë, të thoshin 34 herë Allahu Akbar, 33 herë Subhanallah dhe 33 herë Elhamdulillah. Prandaj unë këshilloj çdo njërin që ta bëj këtë dhikr para se të flejë gjumë. Allahu ju rujt.